pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej momentit që doli nga jeta e kësaj bote, krejt njerëzit shikimin e kishin se Ebu Bekri ku është dhe çfarë vendimi dhe çka është duke thonë dhe çka do të veproj. Për këtë Ebu Bekri radhiyallahu anhu shkoi e puthi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tregoi që ai ka vdek, ka shku tek Allahu azza wa jalla dhe e ka përzgjedh takimin me Allahun subhanahu wa taala. Ne tash e kena mbi supet tona misionin dhe emanetin e bartjes së fesë Allahut azza wa jall, të asaj shpallje që kishte zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë shkak u tregu burri më i madh dhe më guximtari dhe trimi më i madh në kohën e kësaj krize të madhe. Dhe padyshim që u tejkalu me ndihmën e Allahut azza wa jall kjo, dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu duke mos e varrosur fare as Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i mbledhi ato kokat e sahabëve dhe e diskutoi çështjen e udhëheqësisë dhe u zgjedh ai si halife i muslimanëve. Padyshim që ai nuk ke që kish dëshirë vetën e tij ta propozoj. Ai e propozoi Omerin apo Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Por ata u ngretën dhe thanë në mesin tonë, përderisa është Abu Bekri radhiyallahu anhu, nuk pranon askush që të dalë i pari që të pri muslimanëve, e për këtë edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe u përzgjedh si halife i muslimanëve. U përzgjedh si halife i muslimanëve dhe tash barra e madhe i ra mbi supet e tij. Dhe subhanallah, desha Allah azza wa jall që këtë njeri të madh dhe këtë burr të madh në këtë kohë shumë të vështirë ta sprovoj edhe me sprova tjera. Ai është sprova e atyre renegatëve që dolën nga feja, e pejgamberëve të, domethënë gënjeshtar, e luftrave dhe e trazirave bukur të mëdha që Abu Bekri radhiyallahu anhu u përshkru nga bia e tij Aisha. Babës tim i zbritën sprova dhe telashe, mi pas zbrit kodrave nga guri, nuk kishin mujt mi bartë, ndërsa baba jam i bartë ato. Dhe nuk ishin të lehta as provat. Nuk ishin të lehta ato, por Abu Bekri radhiyallahu anhu ish kalit dhe ish mësu që nuk shkon dynjaja ndryshe vetëm se duke qenë i fortë karshis provave dhe forcën na e marrim nga Allahu azza wa jall. Ne drejtohemi tek ai dhe për ta realizu dëshirën e tij dhe për ta zbatu fenë e tij dhe ligjin e tij, ne nuk dorëzohemi. Dhe për këtë shkak shkoi deri në vijat, po them kushtimisht më ekstreme të mundshme, dhe tha, unë gjallë dhe të paksohet feja nuk ka mundësi. Edhe nëse ndodh kjo, edhe nëse ndodh ajo, nuk ka mundësi të zbrapsemi dhe të lëshojmë pa nga feja jonë. Dhe për këtë gjithë njerëzit e falenderun qëndrimin e tij, sidomos ata të cilët pas një kohe e panë se çfarë vendime të rëndësishme kishte marrë Abu Bekri radhiyallahu anhu.